Pas rreshjeve të Borës dhe Ngricave që kanë përfshirë Kosovën, që nga mbrëmja e së mërkurës, situata në teren duket se po stabilizohet, por autoritetet paralajmërojnë qytetarët për kujdes të shtuar. Ushtruesi i detyrës së ministrit të infrastrukturës, Hysen Durmishi, bëri të ditur se të gjitha rrugët në vend janë të kalueshme, ndërsa ekipet e ministrisë kanë punuar gjatë gjithë natës për pastrimin e akseve dhe hedhjen e kripës në zonat problematike. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës dhe Policia e Kosovës apeluan për kujdes në trafik, ndërsa Agjencia e Menaxhimit Emergjent raportoi se disa rrugë mbeten të bllokuara për shkak të shembjeve të dheut. Niveli i ujit në lumenjt kryesor ka nisur të bjerë, duke ulur rrezikun e përmbytjeve të reja, megjithatë situata në disa zona mbetet e vështirë. Në Mitrovicë të Jugut dhe Istog janë evakuuar përkohësisht disa familje si mas sigurie. Për shkak të rreshjeve dhe vëshimeve të fundit, mësimi mbas pushimit dimëror është shtyr deri më 12 janar. Autoritetet vazhdojnë të monitorojnë situatën dhe bëjnë thirrje që qytetarët të shmangin udhëtimet e panevojshme.